Në një vend si Shqipëria, ku mosha mesatare e automjeteve është relativisht e lartë, ku rrugët dhe trafiku urban shpesh janë sfidues dhe ku tregu i pjesëve të këmbimit nuk është gjithmonë i standardizuar, zgjedhja e vajit të duhur të motorit dhe të kambios nuk është thjesht çështje preference, është çështje e gjatësie mekanike dhe sigurie financiare. Vaji i motorit kryen disa funksione jetike. Lubrifikimi krijon film mbrojtës midis pjesëve metalike për të reduktuar fërkimin. Ftohje ndihmon në shpërndarjen e nxehtësisë. Pastrimi mban në pezullim papastërtitë dhe mbetjet e djegjes. Mbrojtja nga korozioni fal aditivëve antioksidues. Vulosje ndihmon në izolimin mes pistonit dhe cilindrit. Në zona urbane si Tirana me trafik të rënduar dhe start-stop të shpesh, vajrat 530 ose 540 sintetik janë më të përshtatshëm për motor modern. Për automjete më të vjetra sidomos naf para 2005, përdoret shpesh 10-40 gjysmë sintetik, por gjithmonë sipas rekomandimit të prodhuesit. Vaji i kambios shpesh i neglizuar. Shumë drejtues mjetesh në Shqipëri nuk e nderojnë kurrë vajin e kambios manuale, duke besuar mitin vaj për jetë. Kambio manuale përdor zakonisht vaj 75-80, 75-90 GL4 ose GL5. Kambio automatike të kërkon specifikime shumë të sakta. Mosndërimi i vajit të kambios sjell vështirësi në futjen e marsheve. Zurma metalike. Konsumim të sinkronizatorëve. Kosto të larta riparimi sidomos për automatike. Në kushtet shqiptare rrugë me pjerësi ndalesa të shpeshta ngarkesa rekomandohet. Manuale ndërim çdo 60.000 deri në 100.000 km. Automatike 40.000 deri në 60.000 km. Një nga problemet më serioze është prania e vajrave të falsifikuar. Këto produkte shiten si marka të njohura. Kanë ambalazh pothuajse identik me origjinalin. Përmbajnë vaj bazë cilësie të ulët ose të ricikluar. Nuk kanë paketën e duhur të aditivëve. Pasojat: rritje e konsumit të vajit, zhurma në motor, bllokimi turbinës, konsumimi kushinetave, dështimi pompës së vajit. Shpesh çmimi shumë i ulët është sinjali i parë alarmues. Si të mbroheni si konsumator në Shqipëri? Blini në distributor të autorizuar, jo vetëm sipas çmimit. Kontrolloni hologramën, kodin serial, cilësinë e kapakut dhe printimit. Sugjerime për mirëmbajtje. Ndërroni vajin e motorit çdo 8.000 deri në 10.000 km edhe nëse manuali thot 15.000 deri në 20.000 km, për shkak të trafikut dhe cilësisë së karburantit. Ndërroni gjithmonë filtrin e vajit. Kontrolloni nivelin e vajit çdo 1.000 km. Mos përdorni aditiv shtesë pa nevojë. Ngroni motorin lehtë para ngarkesës së madhe, sidomos në dimër. Marka të njohura që gjenden rregullisht dhe kanë cilësi të provuar. Castrol, Mobil 1, Liquimoli, Valvoline, Ravenol. E rëndësishme, marka nuk garanton gjithmonë origjinalitetin. Burimi i blerjes është po aq i rëndësishëm sa marka. Në Shqipëri, ku shumë makina janë të importuara të përdorura dhe shpesh me kilometrazh të lartë, vaji i motorit dhe i kambios është investim, jo shpenzim. Një vaj i duhur dhe i nderuar në kohë mund të zgjasë jetën e motorit me vite dhe të kursej mijëra euro në riparime. Në një treg ku produktet fake dhe praktikat jo profesionale janë ende realitet, informimi teknik dhe zgjedhja e kujdesshme janë arma më e fortë e konsumatorit shqiptar. Në fund të ditës, motori fal vetëm një herë. Pas kësaj, fatura vjen më e shtrenjtë se çdo bidon vaj cilësor. Bëni subscribe për më shumë video në lidhje me informacione për makina. Faleminderit.